E fundit që dua të diskutojmë bashkë një çështje shumë e tensionuar është ajo midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Duket sikur po përgatitet një pushtim i Venezuelës, por nga ana tjetër kemi edhe tensione politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar mos gabojmë në atë luftanien kryqëzorin Gerald Ford në Karaibe, kanë bllokuar dhe hapësirën ajrore të Venezuelës. Po, nga ana tjetër, OKB është shprehur se veprimet të tilla apo të ngjashme mund të jenë, po themi, në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare në një farë mënyrë. Ti si e ke parë këtë, sa serioze të duket ty në thelb? Se mua ç'është vërtet nuk se më duket shumë serioze. Duket serioze, duket parë, duke informuar në kanalet ndryshme perëndimore. Shohim qartë që është një situatë tepër e tensionuar për aq kohë sa Venezuela është një vend i cili i ka hapur të katëra dyert për ekonominë kineze, pra për investimet kineze. Mos harrojmë që komplet, pothuajse komplet përveç Argjentinës, e gjithë Amerika Latine është kryesisht ideologjikisht e majtë, edhe kjo edhe për shkak të kolonializmit që kanë vuajtur këto kombe. Nga ana tjetër, shohim një seriozitet në lëvizjet ushtarake amerikane, të cilat shprehin qartë që neve është çështje kohe që neve të sulmojmë Venezuelën, por që objektivi i Donald Trump me aq sa jemi të mundur të lexojmë është rënimi i regjimit të Maduros, që ai e konsideron si një regjim i të lidhur ngushtë me narkotrafikun. Kemi parë edhe pamje teksa anije që neve realisht nuk e dim se çfarë mbartin ato anije, janë goditur me urdhër të sekretarit të luftës tashmë, sepse më parë ishte sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, me akuzën se kanë qenë trafikantë të lëndëve narkotike. Tashmë nuk e dim, patjetër që e dim fuqinë operuese ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është shteti më i fuqishëm ushtarakisht në botë, por duhet të thënë që venezuelianët duken të vendosur për rezistencë, nuk e dim se sa mund të rezistojnë, por që nga ana tjetër mund të themi që Venezuela duket një shtet i cili është tepër problematik për interesat amerikane në raportin e luftës ekonomike që po përballen amerikanë tashmë në lidhje me Republikën Popullore të Kinës. Dhe më duket afërt vërtet koha që mund të kemi ndonjë sulm surprizë apo ndonjë sulm kirurgjik, ashtu siç mund të shprehim nga ana ushtarake, thjesht për të rrëzuar regjimin e Maduros dhe mbase për të implementuar ndonjë regjim të ri, por me syt nga perëndimi, jo më nga lindja. Aty gjithashtu ka dhe personel ushtarak rus në Venezuelë, po pyetja ime fundit është qëllimi, rrëzimi i regjimit Maduros lidhur edhe me narkotrafikun apo nafta e Venezuelës, që është vendi më i madh naftmbajtës në botë? Kjo është pyetje tepër e lehtë, patjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesa ekonomik dhe duke qenë se Donald Trump nuk operon më me doktrinën Truman, e cila kërkonte shtrirjen e influencës amerikane drejt Europës dhe në vendeve aziatike, tashmë Donald Trump operon me doktrinën Monroe, e cila kërkon një Amerikë hegemoniste, edhe pse është hegemoniste, por kërkon një thellësi hegemonizmi në Amerikën qoftë veriore, por qoftë edhe në Amerikën jugore, pra në Amerikën latine. Mos harrojmë që këto ndërhyrja në Venezuelë, qoftë do kryhet ka pasuar me disa deklarata të mëparshme të presidentit Trump në lidhje me një pushtim të mundshëm të Kanadas, në lidhje me një pushtim të mundshëm të Groenlandës, dhe më pas në ndërhyrje në lidhje me marrjen në menaxhim të kanalit Panamas, i cili ishte një kanal i cili i mundsonte anijeve kineze një tregti mjaft fitimprurse në raport me republikat në Amerikën Latine, dhe patjetër që Donald Trump tashmë po merr apo le të themi po merr hapin drejt një goditje potenciale drejt Venezuelës, jo për ta pushtuar, sepse nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës funksionojnë në këtë raport, sepse është e pamundur edhe fizikisht që të pushtosh një vend, të paktën në ditët e sotme, por për të rrëzuar regjimin e Maduros, regjimi i cili shpreh qartë që do rezistojë edhe
ushtarakisht apo edhe në luftë guerrilje në raportet e shdrejta ushtarake që kanë dy vendet, por mos harrojmë që është interes tepër i madh edhe ekonomik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç shprehet ju, është një nga vendet kryesore naftmbajtëse në botë dhe për fat keq është një nga vendet më të varfra për sa i përket GDP-s, edhe pse ka një masë të madhe nafte ku e gjithë industria venezuelane përmbahet dhe fitimet e saj nxjerr nga shitja e naftës.